A Krishtina I kanë listë zes me thonë që se fotografoj kur mu? E kom pas një rast, pak rast Iran. Pi kategorive të mdoja? Pa, pi kategorive, kurse unë kallëzu, asë një emision dishka. Prime? Po. Okay. Jam kallëzu pak jashpër, po menoj që nëherë I ven edhe se të tjera ato 5 minutat e veta. Ishte koha, ishte edhe fillimi jem të fotografu atëherë, fotografojshmi bashkë me shoqën time, edhe erdhi një çift për një qytetit tjetër, nuk ishte Shkupit, edhe na tha ne s'kena vetur, kena marrë me kombe për të qytetit jonë. S'ka problem, thash ne kena kerin. Edhe ju bona sa gipa, menoj që u silla mas mirë që duhet, shkum, u fotografum, të fotografu çdo sen shkoj mirë fotosesioni, u kry fotosesioni, e morë me kërë, isha ti për cilë dente veni ku I pata marrë, do me thonë dente stacioni autobusa. Automatikisht e ndroj sjelljen dhënë në momentin kur I sosi fotosesioni. Dëgjish sikur e kish pasur atë sjelljen pozitive, veç që tu fotografoj mirë ki. Ja nisi pak si lloj ofendime të vogla, do fjalë s'ishin bash të këndshme, po në fund më tha diçka që shumë ne kemi kriju as ne. Ra muhabet për qytetin. Edhe kur e përmendëm qytetin e Atina, unë I thash shumë janë punëtor njerëz të qytetit tanë. Me ka sa më desh me përmend qytetin, edhe tha po në shumë na gjinshëm, tha shumë një talent, ashtu kështu, tha a ju të Shkupit ke drogshit. Edhe shumë alan krije që të laf, shumë. Oj. Shumë ertë kesh se dëshish, bash e di që e pa ta dallu si një për qifteve që mas mirë t'ina munu musil, jo me tjerë që nuk silë me mirë. Po kenë veç ashtu shumë të mirë, shumë të kanë shumë fillim. Edhe ma alan krije që të laf, po thash a di shka më sta prishin fund. Edhe që që e më në këshiri a bitë që ka tha. Dëshish tha jo, nuk tha do të Shkupit ose diçka. Jo. Ta mam thash, okay, u kry, u përshëndetëm, edhe dëgjish jam lutë qaj të më thirë edhe njerë, të kese nevoj për mu. Edhe beso që mas një vjetë veç kërë më shkru. Tha, si, ja e mirë, që ka të rej. Tha, du shtejnë martes, fotosionit nga bajsh. Thash, jo, ma kom lanë fotografina, unë I zdrog më shit. Edhe... Erë capi te kasapi. Sa se misioni që u dilni.